Medalja mirë po më rrinë, shtu që po më shkoj ka. Parameno Besmir Topolli kampion i botës në herë në sportin e boksit. Kështu që është kënaqësi dhe nderë ta kem prezent këtu të ftuar. Mësafirin tim në studio është Bashkim Bajoku, por ndryshe është sportisti apo ndryshe bokseri i cili na solli medaljen e artë nga Zagrebi, Kroacisë. Bashkim, shumë faleminderit që je pjesë e emisionit Pozita Sportive. Faleminderit edhe për ju, më është shumë kënaqësi me qenë prezant edhe. Po na bën pak si shpesh me na ardhe. Po si shpesh po, shqyr zotit po na vjen me pas edhe suksese të mira edhe për më pukon këtu. A ke e vështirë me arrit me fitu këtë medalje? E vështirë ke, se po ta dy bokserë shumë në atë nivelit të lartë kështu të fortë të kampionit evropian që janë ka litur ata bokser, po me punë ja dola dhe arrita suksesin që e nisa për më këthy medalje të artë. Realisht para se më shku, e di që qëllimi gjithëherë është me fitu medaljen e artë, por në bazë atyre kundërshtarëve që ke pa në letër, në lista, apo ndryshe edhe ke ditë me cilë paka shumë ki mu përballë. Cili ka qenë paka shumë qëllimi jytë se bërket kësaj gare? Kësaj gare është që unë përsa që mora vesh me kundërshtarin e parë që pota me Hungaraz, është që e një shumë më të atë bokserë dhe me atë bokserë që o konë shumë parasësër që uzatet të më atë garë, se a i pat orë për i garës që pat konë në Serbi, tani për Serbis orë drejnë garën këtu në Zagreb, se me nesha që mon më kanë, po kur e posh që jam aty që e posh në shërë që më ka ra, thash qa të bëjmë, thash në zateti. E kjo pa të kom para 2 mujve që ke këtu kvalifikimi parë në Brazil, pa të morë pjesë me Hungarin atje, edhe pa torë vloj kështu pigarës atje që u kom pak pregatitin aty javë ditë më herët, e më të regaj këtë që është shumë bokseri mirë, kështu para se më rrej me tonë, ba të lajmëru kështu, ba tonë që është shumë bokser, shumë i luftarak edhe është... Që dosh me pas kujdes? Me pas kujdes, se është ka traumet e furë. Shpetimi për bollën e ta? Jo, shpetimi është që kërë konë kamp, e ka zatet ato të bo sparinge, tani më tha që adhe në ruje më mojat ato, tani kërë më po që fitu, anena më gëzoje, në normale ja dihet lojë që... Po ndohët vlo për vlo normale, cili ke orime i shpetimin, me njëherë mas i ke vitu medalje. Mas fore konë që ma ka uru kështu që bravo të kohë, se edhe që kom pas një pak pauzim, tani jam këtu shumë a mirë dhe shumë a fuqishëm. Parës të kalim të këtë pjesa se si irë dhe pse pauzove, po du më dalë të këtë pjesa me qenë se më poshtë i garusin e parë, garusi dytë që ishte me njëherë pas ti. Po, garusi dytë ishte italian. Po, jem zatet me dytë kundërshtar që jem zatet këtu, jem që jem zatet në gjithë në gara ku kom marrë pjesë. E tani, aty në kohë që më ka pas shurët që më ka zatet me ta, po këtu ku e isha në Kroaci që mora pjesë, tani aty në zatetis, nuk i ka tik. Te shkon boksit, i ka shtu që s'bjen, po kur t'bjen, edhe aty zatet, po edhe italian nuk kom bokser shumë i mirë. Në konë dhe që më kanë pas me një gardë temen që unë jam majtak edhe ata majtaka. Ta që me majtakat nuk kam shumë përbole shpesh, po këtu më rao me pas përbole pak ma shpesh ta edhe na faka që në para së më njësë bësh që sparing me shpejtimin që jena dhëtë majtaka. E tani aty umetaja që tu po sparing umetaja janë kry që qatë stos me bot njejtë. E tani, por italiani konë shumë i mirë, edhe italiani po ma shtire këmë pas me Hungarizin. Me Hungarizin? Po. Puna e gjatësis? Apo puna ka qenë... Që konë shumë luftarak, konë shumë presion, ka bo non-stop presionin e vetë, ka më në me traume të forta për më të godit, më të zonë. Atë mirë, po... Ma të mund shumë gabimisht në zonë. është shumë i shpejt, ka kondrat e shpejta, po për punës që po ta e kështë i pregadit, nuk ja lash me shfrytëzoj rastin ashtu që është e vetë. Bashkim, po mdohet është ka të pëlqen Kroacia diçka? Po, është kam pëlqen, se tash këtu që 2 herë jam të marrë pjesë këtë turnir, jam të këthy shoqëzotit me medalje të artë, përveç me halo, kërkush për me nuk u këthy halo me medalje të artë. Nga Kosovë është i pari bokser që ke arrit me fitu 2 herë të ardhen.
Realisht, mos e ki ndërmend me jetu atje, se di. Diçka e kisin qef, 2 herë marrë pjesë, 2 herë kampion. Vërtet, edhe këtë 2 herë, po edhe herën e parë, kur ka marrë pjesë në kampionatin ballkanik, është edhe që më shpoll edhe në Zagreb, më shpoll kampioni Ballkanit, po që 3 herë rash për vjen medalje të orë që më këtë bëj Zagrebit. Po lutesh më ndohet edhe kampionati evropian më mbajt ato se... Inshallah, më mbajt tani, edhe aty më nashta besoj që këtejna me medalje të orë për kampionati. është përcaktu ku ka më mbajt kampionati evropian fakt? Po caktu në Bullgari, në Sofia, do të marrë në shtator, aty e kemi përshpërit më të mëdha që kemi fokusimin, tash këtu i garës që jemi të i bë, jam të animu shumë që me pasë mund të shtartë me në gjoft, që me pasë në shortë në kampionatet evropiane me ditë ku që shjena. Ajo ki sill një farloj frike kundër shtarëve sa herë po përballesh në këto meqe në Zagreb, sidomos, edhe çka ka qenë diferenca nga hera parë në të dytën. Këto i tash që jam përballë të fundit që jam të i pas, jam të shti me pas ma frikë për meje, se nuk o që kam menu që mëj më këthy kështu ka që fëqeshëm, kështu shumë i pregatet që shpo rri, po folë edhe punës trajnerit. Atë në gjaktë që o të më lejt në kra dhe të më bështet edhe të më shty për ushtrime, tash për kampionatin evropian të presim ma të mirë ndush me më këthy me medalje. Përmende me sa pauzen, për shka ka qenë pauza, pse ka pauzu bashkim? Kum pas një lendim me në kampionatin botror, ku po ta meqen e parë, meqen e parë kum fitu, meqen e dytë kum pas një knockout ashtu për mënyrës që mas kujdesës tam, po më pata pas një muj dhe të pushim, tani 2 muj edhe kështu mos për stërvit, po aja më bani më këthy edhe shumë aj fort. Ju më dërzu e me hup në tishka, po më ka bo shumë më këthy ma të fort. Ko e gjithë motivin, realisht, sepse nga njerë është kogja problem, me rathuj se për tokë edhe më nisë më ngrit, me arë tek niveli, brenda një periudhë shumë shkurt është kogja vështirë. Është shumë vështirë, po në vëllneti njerëzë që kom pas në gatë që ma besojnë çdo herë që i kam, më kam bo që ata më kam forcu mu që mos më dorëzo kështu, edhe falë edhe familjes që më lejnë gati për çdo send për ofër që kanë mundësis, më kam bo më këthy shumë aj fort edhe e ti kapacitetin tam që e kam. Unë e di që bashkë ndjenë gjithherë edhe me vllojnë, për ju vetëm me vllojnë, për edhe me bokserë tjerë, sepse realisht secili prej bokserëve që del nga ky vend e përfaqëson vendin, edhe mundohet ta ngritë nivelin më të lartë vendin, pra dhe flamurin e Kosovës në nivelin më të larta. Fakt shpëtimi dhe donjeta kanë boksu në Brazil në kualifikuese apo ndryshe në raundin kualifikuesit, cili sjell pikë për me qenë pjesë e lojrave olimpike 2028 që mbanë në LA. Realisht kur qysh e kanë dje bashkimi, mos performansën apo ndryshe mos arritjen e tyre që të marrin pikë nga tje? Më ka lau shumë keq, por edhe nëse dhe mos edhe për donjetës, se donjeta ka shumë shtazë të mirë edhe e ka arrit edhe boksin e vetë që ka orë nivelin e boksit për më sjell Kosovës medalje olimpike, është nivel aty. Për vllai normal që kom një edhe atë në dëshprimin që nuk pati, po edhe vllai ka pas një pak rregullësi që ka ndru peshen, e tani peshia bën vetëm, po të lull shumë, po e drënk shumë, e aja tani nuk e la shumë e pas performancën shumë të mirë. Për të njëtën që meqen që e boni dytën që me meq parë fitoj, meqen e dytë është që ja boni edhe me hile. Polim kështë të pjezamës, është që e mboshti, po që atë bëjmë tash, po ka pak edhe... Do të mi duru dhe pa drejtësi. Pa drejtësit, po... Edhe pse shumë ka pa drejtësi. Çdo sa në që dorem do shmo po të shumë këtë sport, do të më konë shumë i durushëm, po s'durove sa rrinë kërgjo. Cilat janë ta planet e tjera të bashkimit, përveç lojrave mesetare të randë që të bëhen gjatë thuajse para pak muajve, me pas do t'jetë kampionati evropian edhe pjesa e botrorit kualifikus i cili do t'jetë i radhës, që do të bëhet në fakt në Kinë, apo? Po, do të bëhet në Kinë, në muajin qershor tash, po tash nuk dijem da do të marrëm pjesë, po unë çdo kënd ku të marr pjesë në turnir, do më nëna me dha maksimumin për shtetin, me që flamurin sa ma lartë e mos më të nalë heq. Më pas suksese sa ma shumë.
i kajtë meja dhe për sportista të tjerë. Fokusi cili është i bashkimit? Bashkimi për si vjet është për loja mëzdëtore dhe në kampionatin evropian që ka fokusimin për atë, normal edhe për kvalifikus olimpike. Po këtu jam të për më fokusu shumë në këtu i gara. Dhe une pres medalje gjithë herë edhe në këtu gara, që të mos lurat mëzdëtore që do të bëhen apo ndryshin të rantu që do të bëhen në Itali. Çka realisht a sjell pik lurat mëzdëtore? A jam vetëm kualifikuesit e botërorit që marrin? Këto në kampionatet evropiane ka pik për kvalifikimet për olimpiad, për loja mëzdëtore nuk jam shumë i sigurt, nuk e di, po pa marrë mendje që edhe këto do jetë edhe ajo pjesë, do jetë edhe ajo me pik. Unë përgjigjen e tij alo pa më dhon ti po të pyes pak a shumë. Aleksandr Jusek versus Rico Verhoeven. Kush e fiton sot? Sonda besoj që pas do na shgënjej Jusek. Besoj që do të fiton, sigurisht se tash me ndruaj, tash ka ai profesionin e kickboxit me boksin ndallan shumë. Se aty është një përshit që dhe kampi del për rej, edhe këto besoj që edhe këto eliminan shpejt. Bashkim, ki diçka të fundit, mesazh apo diçka që është dashur me folë se kemi fol? Moj më thonë që për si vjet nuk kena shumë kënaqur për ministrisë, për kautorizimit që na ka mbajtur për si vjet, nuk kem shumë kënaqur, po besoj që nashta do të rregullohet. Çfarë realisht ka ndodhur me kategorizimin e sportistëve? Është që pikët për djem nuk kanë luajt fare nga hera e kaluar. Nuk kanë kalu kështu rritje heq, por kanë kalu vetëm për femra. Tash dyqysh është pak edhe neve ju motivuesëm kur një farë lloj disbalance. Shumë disbalance kur nuk jemi shumë drejt me bara me vojza. Ka arsye, ka përgjigje nga ta? Nuk ka përgjigje. Kemi qua ankesë në për emaila, po nuk na kanë kthyer asgjë. E tash presim. Keni kërkuar takime me ministrin? Kena taku kështu me sportistat të tjerë që jemi, kështu në karakterizimin kena bëhet që për të pranë do kismet dojna më dol para ministrisë më dol që lloj proteste. Do të ketë protestë e organizuar nga sportistë në çfarë ore? Në ora 9 mëngjes. Më taku atë, po është pra jetë thonë si ekskluzivitet, a nuk u dalin media ende kjo pjesë? Jo, nuk u dalë alo kjo pjesë, po nuk ka që edhe i kum vetë pash kolegë, se ata që me të regu kështë që nuk e kanë di që ka morë në televizion, po pe jepi si eksploziv këtë farë. Lajme që do ketë në ora 9 kështu. Bashkim, une urrej që të rregullohen sa më shpejt, faleminderit shumë për ty, nga te për këtë ekskluzive pikërisht për Radio Dugagjini, që sollë që te premte, pra me fillim nga ora 9 e mëngjesit, tek pjesa ku është thuajse në fakt janë të dyja njerë për njerë derisa të ndohen edhe pjesët e objekteve, Ministria e Kulturës, po ashtu edhe Ministria e Sportit, do të ketë protest nga sportistët tanë, të cilët janë të pakënaqur pra me kategorizimin e bërë nga Ministria për këtë vit. Çka është kategorizimi? Çdo pikë që fiton sportisti, një sportist në ngritje rritet pak a shumë edhe shuma për të mbështetur sportistët tanë. Bashkim, diçka tjetër apo kjo është diçka e fundit? E fundit kjo. Presim që dhime të gjithë sportistët e sportiste më konë të gjithë barabartë. Nuk dojna më la me me pos se kemi kush ka sukses do të mjaft zgjat dorë. Po, e vërtet është ta Mohamed më pos çike nuk fitohet let. Nuk është edhe se na kem sakrificë edhe sportin që e bojna, po që na mirë me këtë sport, s'kemi diçka për orë të tjera. Tash është një farë lloj që ti ja dedikon sportit, po kur s'përkron ministria ashtu është shumë jo e drejtë. Shumë është e vërtetë. Bashkim, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Pasdia Sportive. Faleminderit për juve, është shumë kënaqësi më kon me ju këtu. Dëgjues dashur, me ne ishte Bashkim Bajok, më përndryshe bokser i cili e ka fitu, pavarësisht ju të cilët nuk mund të më shihni, por do të mund të më shihni me pas faqen zyrtare kur ti publikojmë edhe intervistat.
Unë kam këtu medaljen, medalje Grand Prix e fituar nga Bashkim Bajoku në Zagreb të Kroacisë, ku ka arritur të mposhtë bokserët më të mirë të Evropës për ta marrë këtë medalje të artë. Është hera e dytë radhazi që Bashkimi e sjell dhe është i bokseri i parë shqiptar që fiton këtë medalje dy radhazi madje të artën, ju medaljet e tjera.